Hello, si ja kaloni? Sot kemi post Big Brother Kosova 4. Do të jenë personazhe, do t'i komentojmë bashk për pak, që kështu mos humbim ko, merrni snacks, merrni lëngje, merrni pije, merrni dhe nisim Big Brother. Zilja, mi amor. E pas kam bërë brenda shtëpisë. Sa po e bëni këtë post Big Brother, ka kaluar jo më shumë se 24 orë nga shpallja. E po pse po e bëjmë kështu si intervistë? Për shembull, do ta bëjnë të jenë të gjithë aty direkt. Të paktën në këto 4 edicione në Shqipëri kështu kemi parë. Kanë kaluar jo më pak se 24 orë. Këtë s'mund ta thuash kur hipotetikisht je live dhe sot është e hënë, për shembull. E për më tepër që ju keni pas xhirime të gjata dhe keni prerë dhe është dhe të premten. E po më në fund tani le të nisi drama e vërtet se tani që thënë vërtet nuk e pas intervistën e lëndrimit. Unë për vete dhe i ka fute, nuk i kom përfshi emocionet. Që shdo dhe Është një jashtëzakonisht shumë, e cila dhe më ka frymëzu. Që që kum cikë edhe në planet që i kum pas kur dal jashtë. Si po ju duke finalistët? Veten pa frikë gjykimi, pa menu që tash jena prap tu luajt. Nuk jena në lojë, jemi në shtëpi, po nuk jemi në lojë. Po normal që Eliona më ka pëlqyer adin i ka tanat mirë dhe kam thonë 100 herë edhe thjesht këtu mrena shumë e vështirë adin kujt me i besu, qysh me i besu. Masanej edhe situata janë normal që ka qenë ndërlikume, domethënë tu morr parasysh që kam një femën jashtë, edhe me të pëlqy dikush, masanej nuk e din çka po ndodh jashtë. Është situatë shumë e vështirë, nuk disha asuna domethënë qysh tek me vepru. Çfarë po thot Lodi tani? Po joni po qente Eliona. Edhe mund ndaj me të dashurën e tij jashtë për Elionën? Nuk do të thotë që do të Dhe mos do gjorë që dhoni po, sepse nëse do ndante të dashurën e vetë për Elionën, nesër pas nesër mund ta bënte Elionës për dikë tjetër. Normal unë mas pari besoj që kam nevojë për pak kohë për veten time, me marr veten se sido që tjetë eksperiencë ka qenë shumë e gjatë e lodhshme. Edhe unë nuk kam pas kur dyshime të ajo as kur gjatë, domethënë as nuk kam marrë një stop as kur gjatë. Thjesht që ishte me diskutuar me kuptuar, domethënë çysh me vazhduam. Si ishte qasja e saj? Por Çka të ndodhi brenda shtëpisë? Pak e bezdisur. Pak. Çik. Pak si shumë. Lajmet ka qarkulluar se dashura jote ka arrit në Kosovë ditën e prajmit. Po e mora vesh. A është e vërtet apo jo? Është e vërtet, po. Duke u thyer, duke u vëdhe si e ciklosur që... ka qenë Gerta në të vërtet bukuroshja e fjetur këtu apo ka qenë zoja e këtij edicionit? Ishin shumë gjëra në të njëjtën. Mua më duket një mix i të dyja. Por nuk e kam shprehur dhe nuk